Të paktën 7 persona kanë humbur jetën dhe mbi 25 të tjerë janë plagosur pas daljes nga shinat të një treni me shpejtësi të lartë në jug të Spanjës, pranë qytetit të Adamuz, në provincën e Cordobas. Sipas mediave spanjolle dhe autoriteteve hekurudore, aksidenti ndodhi kur një tren i kompanisë Aero që udhëtonte nga Malaga drejt Madridit me rreth 300 pasagjerë në bord, doli nga shinat dhe kaloi mbi binarat e linjës ngjitur, duke shkaktuar edhe dalje nga shinat e një treni tjetër që po udhëtonte nga Madridi drejt Huelvës. Një nga vagonët është përmbysur plotësisht, ndërsa xhamat e thyer kanë shkaktuar shumë lëndime. Një numër pasagjerësh mbeten ende të bllokuar, ndërsa ekipet e emergjencës vijojnë operacionet e shpëtimit në vendngjarje. Qeveria rajonale e Andaluzisë ka aktivizuar protokollin e emergjencës dhe trafiku i trenave me shpejtësi të lartë mes Madridit dhe rajonit të Andaluzisë është pezulluar. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez ka shprehur shqetësim të thellë dhe ka garantuar mbështetje për të prekurit nga kjo tragjedi.